Vazhdimsi, tema kryesore është drejtësia. 1566 persona ende të pagjetën mas 27 viteve. Vllon peja di që mo kërs, s'dina sen për ta. Në komunën e Mitrovicës janë edhe 104 persona të zhdukur me dhunë, pra për cilët nuk dihet dhe nuk ka informacione se ku janë. Unë tregova për kushtimin institucional, punën që institucionet e Republikës së Kosovës e kanë bërë në drejtim të zbardhjes së fatit të zhdukurve me dhunë. Tregova që problemi kryesor në këtë drejtim është Serbia, që vazhdon të mos jep informacione për fatin e tyre dhe natyrisht që u zëtova që kërkesat që familjet, që nanat e personave të zhdukur me dhunë do të adresohen te institucionet përgjegjëse. Kjo është vizita ime e parë në këtë shoqat, por i falenderova edhe për punën e madhe që kanë bërë ndër vite. Punën që do duhet ta bënin institucionet me njëherë pas periudhës së luftës, në fakt e kanë bërë organizatat dhe shoqatat, përfshirë shoqata këtu në Mitrovicë. Tashmë, siç e dini, kemi edhe Institutin për Dokumentimin e Krimeve të Luftës, kemi mundësuar gjykimin në mungesë, sepse me familjarët e viktimave të luftës, me familjarët e personave të zhdukur me dhunë, në vazhdimsi tema kryesore është drejtësia. Ne si familjar kërkojmë drejtësi, kërkojmë nga institucionet e Kosovës të bëjnë presion tek vendorët mbi shtetin serb të del drejtësia në shesh. Edhe 104 në Mitrovicë, 1566 persona ende të pagjetën mas 27 viteve, kjo është një merr i madh për Kosovën. Nuk po them se s'kanë punuar qeveria e Kosovës, kanë punuar atë çka kanë mujt, po ndërkombëtarët bëj apel që me bëj më shumë presion për këtë. E kam vllahun e zhdukun, Ilmet Similin, 99-ën është i zhdukun, i ka pas 33 vjet. Na kanë hinë mal forcat serbe, na kanë marrë vllahun edhe 3 fëmijë. Fëmijën i kena gjetë në vllahi, e vllahun peja di që mo kërs, s'dina sen për ta. Kisha bo apel me morë mosa e me ditë vili ku e ka vërën.